Shpërndarja e bonusit të fundvitit për moshën e tretë ka nisur edhe në Lezhë. Prej 1 dhjetorit, sportelet e postës po përballen me fluks pensionistësh për tërheqjen e parave të akorduara nga qeveria shqiptare. Pensionistët ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me bonusin e fundvitit, por pjesa më e madhe e tyre e konsiderojnë të pamjaftueshëm për të kaluar festat. Ata kërkojnë mbështetje të vazhdueshme dhe rritje të mëtejshme të pensioneve për të përballuar jetesën. A dalin 200.000 lekë? A dalin gjon? Jarë zakonisht keq. S'kena kur gjon. Jena pleq jena. Po, mora. Ignoshën? Po. Dalin këta, dalin. Noshmejna, edhe këta janë shumë punëture të rregla. Jo bof kërifti halal, po s'dojshin të prujnë. E të pritën e habe nuk na del gjo. Ti e thot labi thelmi bisht është në qofë se ke bishtin tamam, është në rregull. Në qofë se s'është nuk del. Dikush e ka pensioni shumë vogël, mirë është që të shkoj puna, që pensionet e vogla të ndihmojnë sa më shumë. Për vitin e ri besoj se po, se dikush ka ndaj njëm ekonomike, ndaj gjë, përgatitet fort shqiptari me festu. 15.000 lekë për personat që kanë pension deri në 20.000 lekë në muaj dhe 10.000 lekë për ata që e kanë mbi 20.000 lekë. Është vlera e bonusit të akorduar nga qeveria shqiptare për festat e fundvitit, ndërsa pensionistët që nuk mund të tërheqin atë gjatë muajit dhjetor, do të kenë mundësi ta përfitojnë deri më 30 qershor të vitit 2026.